Vjosa Osmani së fundmi është kthyer në një figurë politike që ka ngjallur shumë debate, kjo për shkak të përplasjeve të saj me kryeministrin Albin Kurti. Situata ka nxitur debate publike dhe frikën e qytetarëve për stabilitet politik në vend. Vendimin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e parlamentit, një pjesë e politikës, e ka quajtur antikushtetues dhe si një veprim egoist i presidentes për të salduar pozicionin e saj, ndërkohë që pjesa tjetër e kanë përkrahur. Por ajo që ka më shumë kuriozitet për te politikës është jeta private e presidentes. Ajo ka një pagë mujore 2.100 euro, pa llogaritur këtu shërbimet dhe dietat, ndërsa bashkëshorti i saj ka një të ardhur vjetore neto rreth 17.200 euro nga paga e punës së tij. Bashkëshorti i presidentes ka edhe një pronë në Australi, të cilën e ka lëshuar me qera të konsiderueshme. Në një rrëfim të rrallë për jetën e saj private, Vjosa u shpreh se është në borxh të madh me bashkëshortin e saj, që ndoshta nuk do të mundet t'ia kthej dot asnjëherë. Edhe pse janë të martuar prej shumë vitesh, bashkëshorti ja përmend borxhin që ajo i ka. Presidentja e ka shpjeguar më qartë se për çfarë bëhet fjalë. Vjosa u shpreh: "Ne jemi kurorzuar në dimër, më pas kemi menduar të presim që të kthehen prindrit e burrit nga Australia e të bëjmë një dasëm të madhe, por më pas dasma është shtyr dhe bashkëshorti im akoma ma përmend dhe më thot se më kej borxh një dasëm. Ne ishim të fejuar dhe data e fejesës është ajo që më shumë ja urojmë njëri tjetrit, 3 shtatori, sepse mënyra se si u organizua, se si u përgatit, ka qenë një befasi që unë e mbaj mend shumë mirë. Kurse çështja e martesës, pas 3 muajve, ka qenë me rëndësi për familjen time që ishte prezent, por meqense familja e bashkëshortit tim nuk ishte sepse nuk arritën të vinin nga Australia, kjo ka qenë një lloj mungese për të", u shpreh Osmani. "Për këtë arsye, unë ndjej veten të zhytur në borxh me bashkëshortin tim", u shpreh presidentja.